Qamil Ilazi, komandant bardhi, u lind me 12 tetor të vitit 1948 në Kaçanik të vjetër. Shkollën fillore kreu në vendlindje, kurse të mesme në filloi në Ferizaj, e vazhdoi në Tetov dhe diplomoi në Normalen e Shkupit. Vlen të theksohet se aty ku mësonte Qamili ishte gjithnjë i shkëlqyeshëm. Në Tetov, për shkak të pjesëmarrjes në demonstrata që u mbajtën në vitin 1968, arrestohet nga policia e atëhershme dhe si nxënës dënohet me 6 muaj burg. Kurse në vitin 1972 kreu shërbimin ushtarak. Qysh nga fëmijëria, i frymëzuar me ide revolucionare dhe patriotike, gjithherë ishte i përndjekur nga regjimi i atëhershëm i Jugosllavisë. Pas përfundimit të Normales në Shkup, në fillim punoi si mësues në fshatin e tij dhe në Begrac, e pastaj punon në shërbimin e administratës komunale në Kaçanik, prenga dhe u largua nga puna nga organi i dhunshëm komunal për shkak të këmbëngultësisë së tij për të mos i zbatuar urdhrat dhe ligjet e pushtetit serboslav. U angazhua në themelimin e sindikatës së punëtorëve në komunën e Kaçanikut. Ish antar i Këshillit të Financimit dhe ka udhëhequr Këshillin e Emergjencës në komunën tonë. Pas angazhimit të tij në mbrojtjen territoriale të vitit 1995, burgoset përsëri nga regjimi serb dhe dënohet me 18 muaj burg. Mirëpo, edhe pas lirimit nga burgu, Qamili aktivitetin e tij për çështjen kombëtare nuk e ndal me kaq. Përkundrazi, punon edhe më shumë për t'i ndihmuar këtij populli të vuajtur, të ndjekur e të përsekutuar nga regjimi serb. Qamil Ilazi është fëmijë i Hafiz Ilazit dhe Selime Ilazit, këta janë prind e tij, kurse ai kishte 5 vëllezër dhe 2 motra. Kurse familja e ngushtë e Qamil Ilazit, domethënë ka 7 fëmijë. Ka shoqën, 4 djem dhe 3 vajza. Djali më i madh është Besimi, kurse pas tij janë 3 vajzat, Kifajetja, Mehremi dhe Hidajeta, pastaj vijnë 3 djemt, Burimi, Vlerimi dhe Besmiku. Viti 97 ishte fillimi kur për herë të parë paraqitet në skenë ushtria shërimtare e Kosovës. Punën e shtoi aq më tepër ardhja e Agim Bajramit, komandant Zefit, e cili ishte i dërguari nga shtabi i përgjithshëm. Me kontaktet e para që bëri me prindin tim, ata i koordinuan punët dhe filluan, siç ata kanë ditë dhe kanë pas mundësi për të vepruar. Pas rënies së komandant Agim Bajramit, me 17 gusht 1998, së bashku me komandant Bardhin, udhëtuam deri në shtabin e përgjithshëm, ku edhe aty komandant Bardhi u emëru komandant i njësitit të Kaçanikut. Ushtarët tonë gjendet në pozicionin e kryer me detyrave, ndërsa ne gjetëm kohë, edhe pse jemi shumë të angazhuar në detyra, gjetëm kohë që ta bëjmë një inqizim që spaku të mbetet si kujtim në vendin kur jemi pikërisht në fshatin i Vaj, ku kemi qenë të mirë pritur nga
qytetarët e këtij rejoni, e këtij fshati, se edhe e kanë mirëprit që ushtria shëndetare e Kosovës të shihet edhe në këtë mes dhe gjithë kontributi i tyre është shumë i madh, veçanërisht në vendosjen, strehem, dhënien e ndihmave me ato që kanë, domthonë nuk kanë përqy asgjë që t'i ndihmojnë ushtarëve të lirisë, si edhe i konsiderojnë si vëllezër dhe me siguri se edhe kjo dashuri ndaj tyre do të jetë edhe në ta. Unë si burgos politik që tani jam i dënuar për herën e tretë. Njerë kam qenë i dënuar në vitin 1969, demonstratët e vitin 1969 në Titov, do të thotë në Maqedoni si nxënës i shkollës mesme. Herën e dytë kam qenë i dënuar 1995 dhe tani në vitin 1998 ku jam dënuar për herën e tretë. Ushtria shëndetare e Kosovës në komunën e Kaçanikut ka filluar diku që lulet e para kanë filluar diku para 5 marsit të vitit 1997. Kështu që luftëtarët tanë kanë marrë pjesë edhe në betejë të tjera, siç është betejë e Zerësit edhe në përgjithë rajonin e Kosovës. Më vonë në kuadër të riorganizimit të njësiteve të ushtrisë shëndetare të Kosovës, njësiti i Kaçanikut u shndrru në brigadë 162 Agim Bajrami dhe prap komandimin e brigadës e vazhdoi komandant Bardhi me urdhër të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Pikërisht pas betejës së Zerësit, njësiti jonë, do të thotë brigada 162 Agim Bajrami ka filluar me vepru edhe në komunën e Kaçanikut. Kjo brigadë ka punu në masivizimin e saj, kështu tani për tani kemi një numër të madh të luftëtarëve, të cilët dita me ditë vinë vetëm çka vinë të urrit, domethënë do të thotë vullneti është shumë i madh edhe morali i lartë që ta mbrojnë këtë tokë, edhe besojmë që jemi dhe do ta mbrojmë me çdo poshtë edhe do ta shlirojmë këtë territor dhe do të vazhdojmë në ndihmë edhe komunave të tjera. Nderuar e pror, ushtar dhe prindër, ju uroj shëndet. Shëndet ju! Pikërisht që edhe komuna e Kaçanikut është përfshi në luftë, veçanërisht fshati Spari, fshati Postenek, e pastaj është filmuar edhe fshati Gari me datën 28 dytit 1999. Luftarët tanë ju kanë përgjigj me gjitha forcat dhe potencialin animikut, ku edhe i kanë shkaktuar dëme konsiderueshme si në teknikë dhe në njerëz. Mirë po, pa kufar shkakuj, fshati Gari është filmuar me gjithë potencialin e armatimit, edhe ne kemi qenë të gatshëm edhe ju kemi kontribuar me sukses.
Kështu që çdo herë siti jonë do të jetë i gatshëm, se çdo herë kur tenton armiku ta sulmon, ne do të jemi në kundërofenzivë. Ne jemi të organizuar ashtu që komanda e brigadës 162 e zonës në Rëdimës është e përgatitur dhe është në një shtrimi bukur të madhe të terrenit, kështu që synojmë vazhdimisht të zgjanohemi në terren të shumë dhe besojmë që shpejti do të bim edhe në Rafsh, aty ku e kemi edhe vendin. Komandant Bardhi ka qenë një organizator i madh i luftës dhe një shembull për gjithë ushtarët e brigadës sonë. Ne e respektojmë shtapin, gjitha urdhëresat e shtapit të përgjithshëm të Pushtetit Shqiptare të Kosovës. Jemi në koordinim të përhershëm me ta dhe çdo urdhëresë e zbatojmë me përpikrim. Po ashtu edhe me zonën në Rëdimës, ku brigada jonë bën pjesë në zonën e Rëdimës, bashkëpunimi është nivel dhe çdo gjë e kemi të përbashkët dhe çdo urdhëresë e cila na përcjellet, ne do ta respektojmë dhe do ta çojmë deri në fund. Mendimi im është që pas 15 marsit, edhe pas nënshkrimit marrëveshjes që mendojmë që do të bëhet atje, ne vazhdimisht do të punojmë në forcimin dhe në rritjen e numrit të ushtarëve të QP-s, si edhe do të synimet tona që i kemi për shtërimin e Kosovës, ato do të jenë kështu sigurisht dhe besojmë që Kosova së shpejti do t'i ketë gjitha organet e saja, e veçanërisht kuptohet mendimin e UÇK-s, do të realizojmë qëllimet që Kosova ta fiton pavarësinë, për shkak edhe synimi jonë është edhe nuk jemi dorë fare për sa. Komandanti Qamili Lazi ka qenë një figurë emblematike edhe për shkak se ai gjithmonë i ka kontribuar unitetit. Lufta në Kaçanek njihet me këtë karakteristikë që të gjithë ishin unik dhe nuk ishte kur fandarë. Një karakteristikë të veçantë që është në mesin e ushtarëve, është një kënaqësi të qëndrosh, një frymë shumë vllazërore, një frymë që t'jep me kuptu se vërtet të gjithë janë një për të gjithë dhe të gjithë për një. Nuk ka fare ndarje në aspektin politik, regional dhe rajonal. Këtë po e tham me plot kuptimin e fjalës dhe me bindje që kisha pasur dëshirë që në të gjitha komunat e Kosovës, gjithë Kosovën, kjo frymë të jetë e tillë, besoj që edhe në komuna tjera është kështu, por kërkesa ime është që në tërë territorin e Kosovës, edhe viseve tjera, që bashkëpunimi të jetë sa më i lartë në mes vete, të jemi sa më të afërt në mes vete, sigurisht se edhe liria pa më ardhur shumë më shpejt, edhe kemë me realizu qëllimin tonë kombëtar, për të cilën ky popull është i bindur se do ta krijon dhe ashtu ndi veten përgjithë që gjaku i dëshmorë të cilët kanë rënë për liri nuk do të na shkon falës. Oj Kosovë mriz me zona, Persin jetoj presën tonë, Persin jet para kojnopit, Persin jet në grikte topit, Persin jet qëllin e zim, Hej Persin jet gjo me vetim, Luft me turke, luft me shka,
Uniteti dhe disiplina ushtarake në brigadën tonë ishin një kontribut i veçantë i komandant Bardhit. Po, vërtet se udhëtimet tona kanë qenë të gjata dhe të mundënshme në përtër territorin e Kosovës. Dikun mund ta marrë një marshrull, dikun ka qenë deri në 32 orë. Unë edhe si më shumë, dikun i moshës 51 vjeçare, e farë nuk kam di lodhje, kur kam mendu edhe kam di se për çfarë arsye po luftojmë, edhe çka po synoj. Kështu që edhe në mesin, kur kam qenë në mesin e luftarëve të ri, më ka duke edhe vetë që jam i ri, kështu që jam mundu gjithat potencialin tim që kam pasur dijes edhe të forcës të mund ta jap që edhe luftëtarët tjerë të jenë kështu më të përgatitur, të jenë më të rima dhe çka është karakteristike të luftarëve tonë, sidomos aty ku ka marrë pjesë, edhe që sot jemi, guximi ka qenë jashtëzakonshëm. Komandant Bardhi asnjëherë nuk ka dashur të sillet si komandant ndaj ushtarëve të tij. Ai ishte shumë i afërt. Në këtë pozit, reformat e para janë nisë nga ona e majtë. Pas reformave të para që na sulmun, u pozicionum dhe më njëherë me kundërsulm ju përgjegjëm. Kurse komandantin e kishmi në mes në krahun e majtë. Pas tive krisma, kam vret se komandantin e kam morë plumbi. Gjatë rezistencës tonë sa bom në këto, vreta se dhe mu kish ka plumbi në krahin e majtë. Pas i vreta se komandanti ishte i plagosur, fillova të tërheqi. Kurse shefketi na mbulonte me zjarr. Pas kësaj fillova të tërheqi komandantin dhe ta barti ta vendosi në këtë pozicion. Pasi e tërheqa komandantin, u pozicionova dhe fillova të tërheqi shokun duke mbuluar me zjarr. Pasi që ishëm tërheq të tret, Enveri mu ma dha ndihmën e parë duke ma lidhur krahin militar të pushkës për mos të derdh gjak ende. Pas asaj plagë të rëndë që mor komandant Bardhi, ai jetoi edhe 45 minuta duke të më thonë vazhdimisht ta vazhdojmë luftën deri në fitore. Me këto fjalë, duke mi thonë mua, komandant Bardhi ndroi jetë. Pas atij luftimin që bëm, ma vonë nga këtij pozicion morëm vesh që kishte ra edhe luftetari tjetër Selim Shehu. Kjo është dita kur në ora 5:30 minuta kemi marrë lajmin për vdekjen e komandantit ton legjendar Bardhit. Ngjarja ndodhi ndje
ditën para 15 dite, duke u thuar për në gjyqëtar. Momenti i vrasjes komandant Bardhit ishte një moment shumë i vështirë për komandën e brigadës, e sidomos për mua personalisht, që një herë isha edhe zëvendës komandant i tij. Lajmin për vrasjen e komandant Bardhit e kam marrë përmes radiolidhjes. Unë atë kohë isha në fshatin Biqec, e kam marrë nga batalioni i 2. Ishte një lajm shumë i hidhur. Herën e fundit me prindin jemi takuar një javë para se të ndodhte rasti, domethënë vrasja e tij. Ka qenë për një vizitë në fshatin ton dhe pas qëndrimit pak kohë, unë me një shok, një ushtar timin e kemi përcjell deri te shtabi dhe kjo ka qenë takimi i fundit për me u taku me prindin. Kurse lajmin për vrasjen e tij na jepet me 14 maj pas mesnate, me qenë se si ushtar i pjekun i kisha për t'i përballuar të gjithë dhe isha në dieni për luftën që ishte dhe nuk më befasonte asgjë çka do që të ndodhte. Më vështirë kam pasur për të njoftuar dhe për t'i dhënë lajmin gjyshës apo si them nënës së prindit, nga se vështirë ka qenë për ato momente.